Dritat e skenës së Pallatit të Kulturës në Kukës u ndesen mes duartokitjeve të prindërve dhe emocionit të fëmijëve. Në prag të festave të fundvitit, salla u mbush plot, ndërsa në skenë ngjiten balerinat e vogla për të sjellë një mbrëmje festive të mbushur me ritëm, ngjyra dhe emocion. Veshjet e bardha dhe roz, lëvizjet e sinkronizuar dhe përqendrimi i dukshëm në fytyrat e fëmijëve krijuan një atmosferë të veçantë, ku entuziazmi dhe emocioni u ndërthurën me përpjekjen për të realizuar çdo hap, ashtu siç i kanë mësuar nga Lek dhe Iliriana Memaj, vëlla e motor nga Prizreni, të diplomuar në Akademinë e Arteve në Tiranë për koreografi dhe mësuesi, që prej fillimit të muajit tetor po zhvillojnë kurse baleti për fëmijët e Kukësit. Koncerti i fundvitit po shkon shumë mirë, fëmijët janë të përgatitur mjaftueshëm për kaq kohë të shkurtër sa kemi bërë prova, kështu që presim një reagim pozitiv edhe nga publiku. Si fillim fëmijët janë shumë të interesuar dhe është goxha një numër i madh, siç po i shihni edhe vet, janë mbi 50, 60, 70, nuk e di shumë saktë sa janë. Por edhe ka lëvizje, disa vinë, shohin, e provojnë, nuk ju pëlqen, ikin, vinë të tjerë kështu me radhë. Por ka interesim goxha të madh. Se vendosët bënish klasë baleti këtu në Kukës? Ju nga Prizreni në Kukës? Po, duke qenë se jemi shumë afër me Kukësin, edhe pam që kërkesa ishte shumë e madhe, edhe nuk kishte profesionistë që mund ta bënin këtë gjë në Kukës, atëherë vendosëm të vim ne edhe të bëjmë hapin e parë në fushën e baletit. Në sallë, prindrit ndiqnin fëmijët e tyre duke regjistruar çdo moment, ndërsa duartokitjet nuk munguan asnjë çast. Për shumë prej tyre, kjo ishte hera e parë që shihnin fëmijët e tyre në skenën e madhe përballë një publiku të gjerë. Koreografitë e thjeshta, por të ndërtuara me kujdes për moshat e vogla u shoqëruan me muzikë festive, duke e kthyer koncertin në një festë të vërtetë për fëmijët dhe familjet e tyre. Çdo dalje në skenë u prit me duartokitje të gjata, ndërsa buzëqeshjet e balerinave të vogla treguan kënaqësinë për atë që po përjetonin. Mbrëmja përfundoi mes përqafimeve, fotografive dhe duartokitjeve, duke lënë pas jo vetëm kujtimin e një koncerti festiv, por edhe ndjesinë se në Kukës po merren jetë një traditë e re artistike ku fëmijët janë në qendër të vëmendjes.